Biznesmeni i njohur qipriot dhe presidenti i ekipit të futbollit Karmiotissa, Stavros Demostheneos, është vrarë në një atentat mafioz në qytetin e Limassolit. Sipas informacioneve paraprake nga policia, autorët e kanë ndjekur dhe kanë hapur zjarr ndaj tij në lëvizje. Sulmuesit, që dyshohet se ishin profesionistë dhe të informuar për lëvizjet e viktimës, u siguruan që ai të ishte i vdekur përpara se të largoheshin nga vendngjarja. Pak minuta pas krimit, në një zonë tjetër u gjet një makinë e djegur që mendohet se është përdorur nga autorët për t'u larguar. Hetimet kanë nisur menjëherë me pistën kryesore që shqyrton një lidhje të mundshme të vrasjes me aktivitetet e dyshimta të basteve sportive. Klubi i futbollit që ai drejtonte ka qenë më parë objekt hetimesh nga UEFA për dyshime të përsëritura për trukime ndeshjesh. Sipas informacioneve nga policia qipriote, autorët e krimit ishin dy, ata po udhtonin me një furgon të vjedhur dhe sapo 49 vjeçari doli nga dera e shtëpisë ata e qelluan. Djali e futi menjëherë në makinë dhe u përpoq ta dërgonte tatin në spital, por rrugës ai ndërroi jetë, ndërsa po ashtu automjeti u përplas me makina të tjera në autostradë.